nuk po na shohin më me sy dhimbshëm, po kam fillu me bo ma shumë për neve, po më do që jenë të ndje. Pak progres në trajtimin e personave me aftësi të kufizuara, po sheh edhe Eldin Gashi që është një prej tyre. Megjithatë, 20 vjeçari ka një porosi drejtuar institucioneve në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara. Na mbështesin sa më shumë në kauzën tonë, në vështirësitë tona të përditshme, në gjërat esenciale që i kemi çdo ditë, në borna, që është një faktor kryesor për personat me aftësi të kufizuara. Me moto ndryshimi nis nga on, i pari Hendikos Afrim Ali që kërkon të bëhet më shumë në eliminimin e barrierave për këtë kategori. Në Kosovë, çdo ditë mijëra persona ballafaqohen me sfida të shumta. Jo për shkak të aftësisë së kufizuar, por për shkak të institucioneve